Shqipëria rezulton të ketë humbur 40% të popullsisë në 3 dekada gjysmë tranzicioni. Raporti i tranzicionit 2025-2026 i Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një botë e vjetër por me guximshme, e vë fokusin tek emigracioni, i cili është bërë mjaft shqetësues dhe duket se nuk po ndalet. Në shumicën e ekonomive postkomuniste, fertiliteti i ulët dhe emigracioni neto i lartë kanë qenë shkaqet kryesore të rënjes së popullsisë. Në rastin e Shqipërisë, e cila përfitoi nga rritja e peshës së popullsisë në moshë pune deri në vitin 2023, kostoja e plakjes vlerësohet 0,28%, çka përkthehet në një rënje prej 0,53% krahasuar me dividendin mesatar demografik të përfituar gjatë periudhës 2000-2023. Raporti nxjerr në pas se ky boshllëk i madh demografik po përkthehet në një frenim të ndjeshëm ekonomik për vendin. Për periudhën 2024-2050 ndikimi pritet të thellohet në -0,3 deri në 0,4% në vit, duke bërë Shqipërinë një nga ekonomitë më të ekspozuara në gjithë rajonin e Bankës Europiane për Ndërtim. Edhe në horizontin 2050-2100 sinjali mbetet negativ, çka tregon se plakja e popullsisë dhe paksimi i forcës së punës do të vijojnë të shoqërojnë ekonominë edhe në dekadat e ardhshme. Mungesa e fuqisë punëtore, rritja e numrit të moshuarve dhe dobësimi i bazës së kontribuesve në skemat sociale po e vendosin ekonominë në presion të vazhdueshëm. Në mungesë të rritjes së produktivitetit, investimeve teknologjike, rritjes së kapitalit njerëzor dhe përmirësimit të klimës së biznesit, emigracioni masiv do të vazhdojë të frenojë rritjen ekonomike për të paktën edhe 3 dekada. Për llogaritja e Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në raportin e tranzicionit, tregon se rreth 23% të arsimuarve nga vendi tashmë kanë emigruar.